Mënyra e parë është që umeti ta zgjedh një person, pra gjithë umeti të jenë për të, siç ka ndodhur me Ebu Bekrin radiallahu anhu. Ebu Bekri radiallahu anhu është zgjedhur si halife me pajtimin e gjithë umetit, me gjithë muslimanëve që ishin në atë kohë, të cilët pra të gjithë u pajtuan se Ebu Bekri ishte më meritor për këtë gjë. Ose mënyra e dytë është që halifja që ka qenë më para ta zgjedh një pasardhës pas tij dhe të thoj pas vdekjes time unë mendoj se filan personi është më kompetent. Dhe këtë e ka vepruar Ebu Bekri radiallahu anhu me Omer ibn al-Khattabin radiallahu anhu. Pra e ka lënë emanet që pasi që të vdes unë ta zgjidhni si halifet muslimanëve Omer ibn al-Khattabin. Edhe kështu ndodhi pra. Kjo është metoda e dytë. Metoda e tretë është që të mblidhen të gjithë njerëzit e mençur të muslimanëve, të gjithë njerëzit që janë me pozitë në shoqërinë islame dhe ta votojnë një person. Pra njerëzit e mençur, siç janë dietarët, intelektualët, njerëzit me pozitë në shoqërinë islame dhe njerëzit me ndikim dhe njerëzit me përvojë dhe njerëzit të cilëve u ndëgjohet fjala dhe kanë ndikim në shoqëri, ta votojnë një person të caktuar, pra t'ja bëjnë beja, t'ja japin betimin një personit të caktuar se atë do ta caktojmë si udhëheqës të muslimanëve. Kjo pra është mënyra e tretë. Dhe mënyra e katërt e cila nuk është paqësore, pra këto tre mënyrat ishin mënyra paqësore të zgjedhjes së udhëheqësit. Mënyra e katërt është kur dy grupe të muslimanëve kacafiten mes veti dhe luftojnë mes veti për një udhëheqës. Këta thonë jo, ky do të jetë udhëheqës, grupi tjetër thonë jo, ky do të jetë udhëheqës. Dhe ndodh pra një kacafytje mes tyre. Dhe në momentin që të dytë prej këtyre dyve janë musliman, dhe njëri prej tyre e mund kundërshtarin dhe i merr çështjet e shtetit në dorë, edhe në këtë rast pra pranohet udhëheqësia e tij, edhe pse e ka marrë në formë grush shteti apo në formë të dhunshme me fuqi. Mirë po, në të gjitha këto raste, udhëheqësia e udhëheqësit ndaj muslimanëve vlen përderisa nuk ka bërë kufër të qartë, përderisa nuk ka dalë prej feje me argument të qartë si dielli në mes të ditës. Pra, përderisa nuk kemi argument të qartë se filan udhëheqësi ka dalë prej feje, obligohen muslimanët që ta respektojnë në gjërat që janë në përputhje me fenë e tyre. Pra, obligohemi që ta respektojmë udhëheqësin nëse është musliman dhe nuk ka bërë kufër të qartë dhe në të cilin nuk ka asnjë farë dyshimi dhe urdhëron për vepra që nuk janë kundërshtim me fenë e Allahut, në këtë rast obligohemi që ta dëgjojmë. Në rastin e kundërt, nëse bën kufër të qartë, për shembull, bën kufër të qartë ose na urdhëron që të bëjmë ndonjë mëkat, në këto dy raste nuk dëgjohet dhe nuk respektohet. Dhe nëse njerëzit me pozitë kur bën kufër të qartë kanë mundësi ta ndrojnë atë dhe ta vendojnë një musliman e jo atë, atëherë e veprojnë këtë. E nëse nuk kanë mundësi, atëherë nuk ngriten kundër tij, nëse nuk kanë mundësi, sepse kjo shkakton pra derdhjen e gjakut të shumë prej muslimanëve të pafajshëm dhe bërjen e rëmujës në vend. Ajo që duhet dihet pra qartë prej pozitës së ehlisunetit në qëndrimin e tyre ndaj udhëheqësve të muslimanëve është se nuk e lejojnë ngritjen e dhunshme kundër tij, vetëm se në raste specifike. Pra në esencë muslimanët nuk ngriten kundër udhëheqësve të tyre përderisa nuk kanë bërë kufër të qartë dhe përderisa pra nuk kanë dalë prej feje me argument të qartë që e kemi prej Allahut subhanahu wa taala. Në kësi rastesh pra esenca është që mos të ngriten muslimanët kundër tyre, sepse ngritja shkakton
që të bëhet një tollovi e madhe, pra dhe një gjakderdhje e madhe. Mirë po, në rastin kur muslimanët kanë mundësi të ndrojnë atë që është kafir, pra që ka bërë kufër të qartë dhe është qafiri qartë, ka argument qartë, në këtë rast muslimanët obligohen që ta largojnë atë dhe të vendosin një që është musliman.